Rama nuk ishte në Davos sepse mikprita Ivanka Trump në Shqipëri. Lajm botror, Edi Rama mikpret Ivanka Trump në Shqipëri. Në fakt, ajo që ka ndodhur është një histori e cila do të gjetet me paqartësitë e veta, me hamendjet e veta. Çfarë ka ndodhur? Vjen një letër e firmosur nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, baba i Ivankës. Në letër thuhet: "I nderuar zoti Edi Rama, me cilësinë e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë të ftoj në bordin e paqes." Bukur. Doli ky lajm, e bën me shumë zgjuarsi. E shpërndan një nëpër popull, filloi populli mos besonte ç'është kjo, pas ka shkruar letër Trump. Pastaj nxori mbas 2 ditësh Rama si me protesta. Ftesa e Donald Trumpit, si bëj vllai, nëse bordi i paqes është një institucion shumë i rëndësishëm ndërkombëtar. Ka shumë të ngjarë të zëvendësoj OBSH-n, pra organizatën OKB-n, Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ta zëvendësoj ky bordi i paqes. Shqipëria hyn dhe nuk ishte ngjarje më të rëndësishme dhe aset dekorat më të madhe për Edi Ramën sa të shkonte tek bordi. Mirëpo, ditën që atje shkon presidenti i Kosovës, fjala bie, nuk shkon Edi Rama dhe thot nuk isha në Davos sepse mikprita Ivanka Trump. Unë do të thoja me mendjen time se shumë gjëra edhe ne nuk I dim, jo si kuptojmë. Nuk është fort I mirëpritur Edi Rama atje në atë bord. Nuk është fort I mirëpritur jo se do vartë turin të Donald Trump. Do ta linin në I qoshe. Gjë që për Edi Rama do të ishte vrasje. Por ka një mos pëlqim shumë herë më të egër të rrezikshëm se ky që ju thash unë. Edi Rama në figuracionin botror njihet që është njeri I familjes Soros. Ka qenë një ndër 5 politikanët në dasmën e George Soros, pra babait, atij që është koka e perandorisë të keqes, dhe ka qenë dhe në dasëm të Alexit. Alex Soros është djali I George Sorosit. Edi Rama është personi që ka thënë nëse fiton Donald Trump, pra e ka thënë 10 vjet më parë në 2016, do të jetë një katastrofë për botën. Donald Trump ka fituar. Dhe e gjithë kjo rrymë, e gjithë ky natyrisht, po themi, internacionalizmi kinezo-sorosian, nuk e le Edi Ramën të shkojë atje. Natyrisht mund të firmozë se s'ka ç'i bën. Natyrisht do marrë pjesë Shqipëria se s'ka ku shkon. Por prania e Edi Ramës është e parë vëngër, natyrisht, nga kjo perandori e së keqes, tek e cila Edi Rama bën pjesë me të gjitha atributet e tij. Kështu që shqiptarët mos fillonin të merreshin ja nuk e pranoi Amerika, zgjodhi një Trump. Zgjodhi të bien e Donald Trump. Do thoni, ora mund të ketë qenë kështu që ka thënë më mirë I pari fshatit, pra më mirë ri si I pari Shqipërisë bashkë me të bien e Trumpit se të shkoj kot tretë atje.